përbëhet nga kutia, susta dhe fiksuesi. Në etiketë shfaqet referenca për kodin e protimit të turgesës, forcat dhe Newton dhe një shigjet që tregon se tubi duhet të montohet lara. Me kodin që shfaqet në kuti mund të zgjedhim automjeke. Zgjedhim markën, për shembull, Peugeot. Zgjedhim modelin, në këtë rast do të zgjedhim 207 dhe vitit 2006, pjesa e pasme. Dhe aty shohim një referencë për 500 e 350. Kërkojmë automjetin Peugeot 207 dhe shohim që ka një dhe një MP. Dhe në të njëjtin katalog dhe në kuti gjithashtu shohim që i referohet një rondellë që duhet të vendoset mes tubit dhe fiksuesit. Ndërsa MB do të thotë që duhet të vendosim një kokë rrotulluese të mesme MB dhe ta zëvendësojmë me atë që ka aktualisht. Pra, fillojmë nga një sust e cila është më e shkurtër dhe e kthejmë në një më të gjatë. Dhe në këtë mënyrë bën një sust sipas masës.